studentes Erisa Meqi. Të nderuar bashkëqytetar, të rinj dhe të reja, miq të idealit dhe të së ardhmes. Sot qëndroj përpara jush, jo vetëm si një re që beson të ndryshimi, por si një zë i gjeneratës son. I një brezi plot energji, plot ëndra, por që për vite është detyruar të shohë për te kufinve për një të ardhme më të mirë. Shumë prej nesh jemi rritur me shpresën se Shqipëria do të bëj vendi ku ja vlen të ndërtosh një jetë, të krijosh familje, të ndërtosh, pa u detyruar të largohesh. Por kjo shpresë është në rënje, dhe shkaku është mjaft i qartë. Një qeveri që ka dështuar ta mbajë rinin këtu, që ka kthyer shpresën në dëshpërim dhe që çdo ditë më shumë po bëshatis vendin ton. Statistikat flasin vetë. Çdo ditë 10 të rinj largohen. Jo sepse nuk duan Shqipërinë, por sepse nuk gjejnë mundësinë që të krijojnë jetën e tyre këtu. Ata ikin sepse sot në Shqipëri nuk ka meritokraci, nuk ka mbështetje për iniciativën e të rinjve, nuk ka siguri për të ardhmen. Por unë dhe shumë të tjerë si unë nuk e pranojmë këtë realitet si fat. Ne besojmë se Shqipëria mund të ndryshojë, dhe ky ndryshim vjen vetëm përmes një force që dëgjon zërin e të rinjve, që mbështet si përmarrjen e tyre, që vendos dinjitetin dhe punësimin në qendër të politikave të saj. Kjo forcë është Partia Demokratike, një parti që beson te fuqia e qytetarëve, që nuk friksohet nga rinia, por i jep asaj zë dhe hapësirë. Një parti që ka një vizion mjaft të qartë për një Shqipëri të drejtë, të zhvilluar dhe të barabartë për të gjithë. Prandaj është koha të zgjohemi, të ngrihemi, të mos qëndrojmë indiferent, sepse mosveprimi është votë për vazhdimin e të njëjtës qeveri që na ka lënë pa një të ardhme. Le ta zgjedhim ne përfaqësuesin tonë në parlament, i cili do të mbrojë interesat tona, do të ngrejë zërin për hallin e pukjanëve. Le ta bëjmë që zëri jon të dëgjohet. Le të votojmë për ndryshimin, le të votojmë për Partinë Demokratike dhe zotin Lodovik Hasani. Sepse Shqipëria meriton më shumë, sepse ne meritojmë më shumë. Faleminderit.